Kina prezanton Walker S2, robot humanoid në të gjitha pikat kufitare pranë Vietnamit. Kina ka nënshkruar zyrtarisht një marrëveshje prej 264 milion huanësh ose 37 milion dollar amerikan për të vendosur robot humanoid të gjeneratës së ardhshme nga UBT ECH Robotics në të gjitha pikat kufitare pranë Guanxi pranë Vietnamit. Këto nuk janë makinat zakonshme, ata janë humanoidët e quajtur Walker S2, robot të parë të aftë të ndërrojnë në mënyrë autonome bateritë e tyre pa ndihmën e njeriut. Kjo i lejon ata të veprojnë pothuajse pa ndërprerje, duke i bërë ideal për mjedise me kërkesë të lartë. Duke filluar nga ky dhjetor, robotët do të mbështesin operacionet kufitare duke udhëhequr udhëtarët, duke menaxhuar radhët, duke ndihmuar ekipet e patrullave dhe duke ndihmuar në përmirësimin e logjistikës. Për te kufirit, ata do të testohen gjithashtu në fabrikat e çelikut, bakrit dhe aluminit për të kryer inspektime industriale që tradicionalisht bëhen nga punëtorët njerëzor. Ky projekt shënon një nga shpërndarjet më të mëdha humanoide të botës reale në Kinë, duke treguar se sa shpejt vendi po i shtyn makinat e mundësuara nga inteligjenca artificiale dhe nga laboratorët në infrastrukturën publike të përditshme.